Po du mu pagzue, s'po di ku me bo. Po du mu bo në Dardani, se në Dardani jëm lind. Edhe kum dasht, edhe ma shumë, mu kanë populli jam, shqiptar, që po m'pagzoj mu. Gjithë shqiptar duhet me u pagzue. Besa bes na bashkon çdo lugine. Një flamur na çon drejt dritës së blote. Kjo është dita e Krishtit Zot, amen, aleluja, të gëzojmë e të levdojmë Zotin ton. Se le një vlla shqiptar ka shpetua, o pagzua, ka pranua Jezu Krishtin. Një vlla që ka lind në Dardani e në moshën 7 vjeç, ka shkua në mërgim. Por Zoti ka vepru në zemrën e tij, ka maj patriotizmin në zemër, e atë ja ka rrit Zoti dëshirën edhe me njoft Zotin e vërtet, e ka pranua Zotin e vërtet, ka shkua nga perëndimi në Prishtinë e është pagzua, e ka bon që ka thot Biblia, se engjëjt kanë me gëzua, qielli gëzon kur një njeri pagzohet kur i kthehet Zotit. E si që ka tha edhe vllau jon Blerimnika, nuk ka vetëm qielli që gëzohet, po le eshtrat e të parve ton, eshtrat e shqiptarve që kanë vdek për fenë e Krishtin e nuk kanë lejua që mba marë kush gëzimin e jetës, kanë tha ma par vdesim se mohojme Jezu Krishtin. U kanë tha Perendoris otomane, mundi më na marë jetën, por nuk mundi më na marë shpirtin. E sot zemra eme është ba si mal, e ky vlla e ka emnin mal. Vlla, tash je bale shkomb në Krishtin, si Pjetri, a mundesh me nda dëshmin e gëzimit pas pagzimit, çka ke përjetua në atë moment? Duhet me thonë, shqip edhe me fort pak anglisht, e kom një vetën në shpi. E më kanë shumë i gëzushëm emocional, e kom një vetën, kom ka vetë gjalli halës, qysh për një vetën, e thash për një vetën në shpi. Kur të kom shkue të kisha me fol me donagimin, për që përdu mu pagzu, ka kena fol për besedu për një 2-3 orë, kur ka ardhë koha 2 ditë ma vonë për pagzim, jem shku të ka cathedral, Mother Teresa Cathedral në Prishtinë, edhe kur jem shku aty, jem kanë veç vetë, donagimi u kanë të prisë, u kanë masa të vo pregadit për orën 5, kena fol pak, e në qatë moment që kena fol, e nisha, me thonë të është the Holy Spirit around me the whole time. I felt very emotional. I started crying a little bit, but I had to hold myself, obviously, because sana to pregadit. But ato motra që jënë kanë aty, Pe përkthej këta shpejt, thot e ka përjetua shpirt i shenjtë bitan ba emocional, ka nis me kjaj, po kjo është edhe to logjike, se kur pagzohet Jezusi çka noll, vjen shpirt i shenjtë si plum bitan, që paske përjetuat njëjtin gëzim, si qa në fakt edhe në biblik, vazhdo se tha kanë kjallë motrat aty. E që kanë ardhur prej Malësis, prej Kroatsis, ju në kanë aty për mas, e ju në kanë pritur shumë mirë, shumë gëzushëm, më rëshin anash, a e më qëshin, më bëjshin me dorë, e ju në kanë shumë gëzum, që ju marrë dhe dinë, se kanë marrë vesh, që ju marrë pi Kanadës, e kom dash mu pa gëzu në Prishtinë, në vend tem ku ju më lindë, pri popullit tem, e kom një vetën shumë mirë, i lirë.
Amen, lavdi Zotit, lavdi Zotit. A i të vërtet pas kanë pa muj, pas ka pa vje motrat me kënduat këngën e Lirë Shaqirit, o, sot gëzon Kosova, gëzimi i malë për vendet tona, gëzimi i malë për malin e për krejt popullin shqiptar, të vërtet me dal nga terje me përqafua dritën e Jezu Krishtit, se Jezu Krishti ai që ka poshtë vdekjen, është i vetmi që ka fuqi mbi vdekje, që janë gjallë, e na jep shpirtin e tij që më na ringjallën shpirt e paske përjetua ringjalljen, se pakzimi thonë është ringjallje, si thot në Bibël më u ripërtri, do me tha që të vërtet kja ke ripërtri në shpirt. Po. Vlla, kem folë për një kohë gjatë unë e ti në telefon para se ke shkua në Kosovë me u pakzua, ma ke pa folë një dëshmit male, ti me origjinë vje nga familja muslimane, por në perëndim e zgjell fen që e dëshiron. A mundesh me folë pak për këtë ultimin tanë dhe përdo si t'ka noll kjo që të vërtet ky takim me Jezu Krishtin, se nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë me kalua pej, do me tha, një familje, do me tha, edhe nëse nuk o praktikante muslimane, apo edhe nëse është, e me tha dua me pranu Jezu Krishtin, do me tha të vërtet një hiri Zotit i malë. Si ka ljeviz Zotje, si ka veprua Zotin në zemrën tënde? Për mua ka qenë rrugë e gjatë që 10-12 vjetë, se unë e kum shku në shkollë mesme, në shkollë katolike. E kum studiu personalisht, jo kështu në shkollë, po vetë kum lexu Kuranin, e kum lexu Biblien, e kum lexu Talmudin, e kum lexu Old New Testament. E kom hi në për internet që 10 vjet jam të fol me theologjan që janë orthodox shqiptar, orthodox theologjan katolik, është njëri që flas me ta i Italis, edhe një theologjan që është musliman. From Saudi Arabia. Për një 10 vjet tash jam të lexu, të fol, të hina për debata për Bible, për Kuran, për Zot. A din kush është Zoti, çka është e vërteta, çka ka ndodhur. Për mua të mësu e të studiu, të hin debata me njerëz tjetër për këtë rrugë, ja kum nis me një vetën e me kuptu e librin Biblien sa ma shumë, e kejt edhe ku t'i lexoj, e kum lexu Kuranin, e ku kum fol me njerëz, kejt lidhja më ka kthy prap mu te Krishti. Se edhe na për Kuran ka suras që ta spjegojnë me lexu mirë e me kthy mirë, a point to Christ. Drejto, çka po thot vllau, që edhe në Kuran ka sura po ajete që prap drejtojnë drejt Jezu Krishtit, se prap, si që thomu njerëzve, Muhamedi thot se janë kej 124.000 profet, po Jezus janë vetëmi që janë gjallë. Qaj është pjesa e parë, pjesa e dytë për veti, une kur jum, e tash t'i nuk është e lidhëm me fej kështu, po une kur më ka dek një shok i babit, babi një shok i tem, aje më ka ardhë mu në ndër, më ka tregu që i ka vdek, në ndër ju në ka në shkollë, në hallway, e shoki jam, ju në me ta të fol, më ka prek, më ka thonë me këshyre, më këthy kryt, kur ju më këthy prap, shoki jam u bo baba i ti, edhe ma ka qitë dorën kra, ma ka bo ruje Armin and Joey for me, and the doors open in the hallway, edhe dull. Jum qupi gjumit, ora kanë 3 një sabah. Jum rave flajt, në ora 7 sabah jum qu migra rrugës, më ka bo telefonin, më ka thirë një shok, më ka bo ka dek babi i Gjojt, këmë thonë, jo babi Gjojt së është e mundur se i ka 50 vjet, nashta gjyshi i tina ka vdek, se i ka 100 vjet, jo, ta ne këmë thirë Gjojn, qështu, babi më ka dek, apo vjen tëne, im shku të shpia tina, kër im shku të shpia tina, e më da të regu mu, që babi jam ka pat
he took a red-eye flight from Miami to Toronto at 2:30 in the morning. And I ka shkru email, në një email i ka thonë rujeni vetëm, qysh më ka thonë mu në ndër. Mjeku i ka tregu tina që i ka pot heart attack, i ka rog zemra në 3 sabah. Unë jem qunë 3-1 pi gjumit. Që e kanë rasti po që më ka ndohë mu që njeri i vdek të më ka treguar që ka dek. E tani atëherë se I just left it. I didn't think about it too much. But then the same thing happened to me second time, third time in different instances with different people. And a lot of these people I'm not even connected to on a day-to-day basis, just like his fathers. Nuk im ka një lidh me të çdo ditë. Dhe ne kum njoh, po s'kena najt bashk. Qa është pesa e dytë? U kanë koha kur t'ja kom nis me menu për këtë punë shumë e ma shumë. Tani, mu baba më ka dek. Para 2 muajve, baba jam u smu me kancer e ka dek. Ditën që ka dek, baba jam ka dek në ora 12:37 mas dite. Në ora 9 sabah jem qu, kum najt para dritarës e ku vike dili. Ku jetoj unë aty ka qenë shi për një 3 javë. E kom kthy kryti, më thonë grus, ka me shku në gjem me ushtru, tani për shpej me najt me babin. E kom najt para dritarës, e kom shelë syt, e kom këshyr djilin, edhe ato pikat e zeza që dalin, mu kanë formue të silhouette of Christ. E ja ka nis me bo resonate para ftyres. Në që atë moment, s'kom thonë kur gjë, vish kom bo, oh hi Jesus. E gruaja jam ka qenë të më shyrja ka nis me kishta, what was that? I saw nothing. I went outside to get ready to go in my car. Prit, na loj vetëm këtu që të thomë, dhe me tha që janë shfaq vizioni Jezusit, drita e ti ka ardhë, ky i ka tha vetëm si ti të punë që nëllë gjithmoni ka tha, haj Jezus, gruaja ti ka nis me kja, i ka tha, qka je të ban, qka folje, se këti janë duk t'jo gjanë gati si normalje. E tani më dal jashtë, e të dash me hinë kërë me shku në gjim. E këqyra dilin apet, edhe i thash Zotit, pse këtë të sene të ndodhë? Adin, dhëndri jam, shoki jam, nana e grus, këtë kanë dek para një 2-3 vite. Këtë me smuja. E u bona nërvaz dhe më të ka du drejt e këm shrojt Zotin. E thash, ka të rega ma një shaj. Në qatë moment, ka bo telefoni mesazh, më ka dalë, më ka shkru motra, hajde shpe se babi është të dek. Tani hina në kërë shkova në shpe në ora 12:37, ka ndru jetë babi jam. Në qatë moment që ka ndru jetë, para 2-3 minuta ma përpara, unë e më kanë të krytë të tina, dur që ju kanë nisë më ju botë kaltërta, i më tha motër shtem, këtë është në dhomë, nuk është babi mo në shpirt, motra jam është në mjekësi, e ka thonë halë është gjallë, tash unë e di që është gjallë trupi, pa aj nuk është në trup. Në qatë moment u mush, nuk kanë apetur rashi, vron të kanë, kur të murë në draj jetë, babi jam vjelli gjak, kur qaj moment kur ndolli, u mush shpia dritë shumë. Pishiut në dritë, një 2-3 minuta ka qenë që ashtu, drita o shku, u janisi shiju me rapet. Në qatë moment, ta është i ka vdek babi në dilën, në të premte në këna vuros, në të martën, unë jëmë shku në punë, jëmë këthy në punë, që a ditë të kanë, dita ma keqe për mu, jëmë ka të hek mas shumë ti. Kom pat existentialistic thoughts, shumë kum hek. Për që ato 9 ditë, unë e s'ku mujt me flajt. Besha në ora, ushtrisha në ora 9 në kauq, unë merë ke gjumi, ka 11 u qësha, e rrisha që deri në 4-5. Në ora 9 të martën, jëmë shtri që ashtu njëjtë. Të menu, të najtë mendime.
edhe kom një za për mas vete, ka thot, think of Sunday. Si me fol dikush, më gatut. Kom këty për mas, tash, what the fuck was that, you know? And me nofta që jem të lujt match. E në qatë moment, shkaj mendimi të ndilën kur ka det babi, qatë moment që më ka para dritarës, e që më ka dal Kristi. E thash, Jesus, e kur të menova në qatë moment, ja nisa mu qe, shto qysh më thora, I got shivers. Yeah, edhe njëjtin moment më ka bo apet telefoni, mesazh më ka dal pi Instagramit. Unë në Instagram nuk i lo mesazhat, se e kam notifications off. Edhe në text message i kam notifications off, s'kur s'kam. Po më ka dal një mesazh, e qela mesazhin në Instagram, e në atë mesazh ka shkrue, when God gives you a sign, don't ignore it. Wow, kur Zoti ta jep një shenjë, mos e moho, mos e injoro. U ka një njeri që i kum shkruan në mesazh para një 3-4 ditëve në Instagram, e ka fante spjegu një story që i ka ndolla tina për çikës veç i ka pat një vjet e gjys ka ra në bazen shpetina. Ajo ka knife në dhomë, ka pa në ring camera, e pëtes sa ka ngate ajo, u ka një 2 minuta, 3 minuta gjys, ka kësin uj, me nxjerr pi ujit, ku të ka nxjerr pi ujit, ajo ka në kaltër, të vde. E ka, she started shaking her, praying to God to wake her up, edhe ka marrë frym beba, edhe u shqu, si mos më ndohë kur gjë, e kur të quka, ja ka nisë me thonë, me këshyr anash, dhe të thonë, Jashua, 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 ta shti Jashua është, amni Zotit që është në Bibël. Jezusi shpëtimtar, wow, sa vjeço kjo vajza? Një vjet e gjys. E dëgjot vllazën, ka ranë pishin vajza një vitet e gjys, ka nej aty disa minut, baba e ka pa në kamerë, ka vrapu e ka marrë ty lut, i ka la frym, e ajo qua si mos i të gjallë, parat fjalë që i ka ndalë vajzë ka tha Jeshua, Jeshua, Jezus, shpëtimtar se Jeshua, shpëtimtari e ka shpëtua sa ajo puna e vepra ati. Unë e këtina i këm shkrue, për një 4-5 ditve, unë i këm shkrue, jo kështu si shok, i këm thonë, në anglisht, për ta spjegoj se në anglisht i këm shkrue, i këm thonë, if this is a sick sadistic way of you trying to get clickbait for Instagram, you know, there's a special place in hell for you. Because you don't use God, whether you believe it or not, you don't use God to talk about what you're saying. And I left it. Te përkthej këta vlla, sa mrekulli se Zoti na thot mos me gjykua. Ky vlla në atë moment, janë shumë i shqetësuar, shumë probleme në jetë, shumë gjana, e kur e ka pa këtë video i ka shkruar këtij personit i ka tha sa e trishtueshme kjo mënyrë për ty që ke bën këtë video, vetëm me marr klikime që më u bën njoftun i ka tha, me përdor Zotin i ka tha për lavdin tante tyr për ty. Po. Por në vlla. Ai nuk s'm ka shkruar kum lan. E tani në qatë kohë kur ka ndodhë, e ta është në qitë kohë, në ndi që më ka ndodhë këtë moment, unë në çdo natë e kom pa babin andër, për në andër se kom pa babin si andër, u kanë si vizit e nuk falke, edhe kom ditë që është i vdekt. E u hulke në te kam të mija në qatë dhomë, që aty në living room që u shtrisha, edhe unë i falsha. Edhe disha që është i dekt, a e nuk falke me mu, veç rrike me mu. Në qatë natë, ku të më ka kalzu, ta në ku më ka shkru, aj që ma ka bo, ku ta jap Zoti, shënim mëse, don't question, mëse njëra. Qatë natë, për në natë, unë më ka marrë gjume dhe kum flajt. Për 9 orë, kum flajt, jëm qu sabah, jëm qu i let në sabah. E kum një shpirtin të let, si jëm konë mo me mendimet këshia, si jëm konë të kajt, adin e kom pranue babën tanë që ka vdik. Fast forward, edhe 2 javë që shtu të po babin andër, një natë më ka marrë gjumi, kom flajt, e kom po në andër jëm kanë vurrin të babës, e jëm kanë të folë, edhe jëm nalë, edhe kom hetu që nuk është babi mo me muhe. Në qatë dhomë. E ja kom nisë me kajt, jëm qupi gjumit të kajt,
E prej asaj nate mo babin tem në andër se kum pa. Para se me ardhën në Kosovë, une i marrë Kosovë për punë të babit mi, adin që ka lanë senë në Kosovë, se ka i najtë këtu 8 në Kosovë, ka najtë 8 muj, çdo vit 8 muj, veç 4 muj ka najtë na për Kanadë. E i marrë Në cilin vend? Po, Në Prishtinë ka nejtë pa? Okej. Një javë më përpara se më nis për Kanadë, unë jam shku në Meksik me familjen tim, me gru, me fëmijë, edhe me shokin tim edhe me gru me fëmijët e tina. Unë u qesha në 5 sabah, shkesha në gjim, u shtresha, kur dhe krysha punën, gruja me fëmijë, me shok, me fëmijët vet, ata i bëshin gati për me ardhë me shku për kaftjat. Një dit, ju në kanë hullën para hotelit, në bench, tu i prit, u kanë ora 7:30, ju më hull, i kanë i gzu shumë, se adin njëra në deti, koha e mirë, i kom shelë syta vet, e qesha dilin, e qesha që shtë shdo dit, në kur ju më kanë tu i prit, për një dit, zdi të ashtë what day u kanë, hane e marte nuk di pash, i fsheja syt, qka ndodh, njëjti sen, po jo me pikat zeza, tashti, del në full picture, flok beyond sytë të kaltërt, veshjen e bardh, tu më qyr me nice smile. And then I started laughing. Po, Jezusi. ne janë isa me keq. Jezusi, po. Wow, tu me të bushqesh, Clear. vizion. Jo kështu, që shka ndohë për para, clear, like, clear. Po, qartë. E janë isa me qesh, e tu qesh ndull mu, gruja, thot, what are you laughing at? Thash, don't worry about it. And then, unë se kum pat këtë fjallën me gruën ta se të miti kum pagzu, adin edhe djallin edhe qikën kur t'ju në lind. E për veti kum dasht, mati se unë kum qenë në Prishtinë para 10 vitve, jim kanë kateadra aty në Prishtinë, adin jim shkue edhe në Stubull, kum qenë ku është Nën Tereza e ka prit thirin e saj, këto vende. Edhe kur jim kanë Kroaci në qatë kohë, njëjtën kohë jim qenë Kroaci, e në atë kohë para një muaj që jim shku, para 2 jave, më falë, kur jim shku në Kroaci, më ka dek mu shokin gusht. Kur jim kanë Kroaci, çdo dit, kësa jim kanë atër, kishat, I gravitate to a church. Jim kanë për një muaj të shëtit. Tërhjek të diçka me shku në Edhe kish. gruja jam, ajo është vet u lind katolike. E edhe për a thot theke mal, pse po shkojnë a kish, let's go, adin po shohonëm jo. Më thëke, Ajo që ka lind katolike do të ty që ishe musliman që ka do në kish. E unë shkajsha, e u kanë një kish në Dubrovnik që jëm qenë aty nëna, e kur jëm shku mëna, e kom kap qirin me dhez qirin për mu falë për shokin tem, se adin kur ka dek, a e ka dek një kancerit edhe a e ka dek në dorë në tem se në spital edhe shok ngusht e këm patë s'ka patë shumë familje. Në qatë moment kur të kom dhez qirin, ja kom nis me kajt, edhe kom kajt shumë. Si me lëshu qeshmën kështu, lot ja ka nis me dalë shumë, edhe ftaf trupi, kik më ka sqerë dhe pet. E në qatë moment kur të nga ndodhë që ajo, u ka një prift i ri, ma qiti dorën në krah, e ma boni, are you okay? Thash, po, e ma aj vet ma boni, kjo është the Holy Spirit, I hope you're gonna be okay. I'm falke mua në anglisht, qashtu, I don't know how he knew, but he just, that's what he did. E ditë eksperiencën tanë dhe se anë diçka pe shpirtit shenjtë, se nuk ka një gjanë E prej atërë që do në gjithë, edhin, ja kom nis me studiu ma shumë, ta që shkon prap që më besedim që kem të folë, ma herët, pi atërë që do një ja kom nis me ledzu ma shumë, kum dash me ledzu, se për mu është kjo,
10-12 vjet që jam të njek. Se më ka vetë mu njerëzit atë po ma bojnë, e pse ty? Pse adin te ki të ka ndodhë kjo sen, e përsa i ke dash mu pagzu. Neve s'na ndodhë, unë i thash, unë që menaj që më ka ndodhë mu, ose unë jam të lypë Zotin. Kur të më ka... Amen. Si thot Kur ndroj shpirt babi jam, unë më kanë keq, edhe kom shku në kish çdo ditë. Kom najt për 3-4 orë nga të shtëpisë tem. Më lejshën me hi mrena, dritat një kanë shymë, unë i fajqra Zotit. Unë për punë punoj si aktor. E kam një shok tem që është aktor edhe punon shumë si aktor, edhe ka u rrit katolik ai u pagzua pet në Jordan River, ku më kallzu po mdokut, edhe ja bësha atina, e i këmë folë me to, ja bësha, Ronnie, I keep talking to God, pi foli Zotit, po Zotit s'po ma kthen fjallën, aja nëske me kesh, ta, ka ko, veç fali, mosu fali Zotit, e në kanë të fol, e tani që të momentat të fol, edhe nësë më fal ke mu Zotit, ndolli që ajo moment në shpe, kur të pash Zotin. Ndolli momenti kur të më thati kush me në për dilën. Ndolli momenti tani që atër se kom spjegu këto, apo që atë njëjtën ko, same period, një shoqës teme, më ka thirë që se një heq. Ajo më ka thirë muë, aj mal, unë jam nana e Camille's, faqi për thiri, from out of the blue, but I wanted to reach out to you. Camille told me që të ka dek babi, kur kush nuk e din po zërësh kur dek printi, mu më ka dek të dytë print, po du më të vetë i shka edhe më fajnë nëse jam up front direct, po prej se më ka kallzue Camille çdo natë, po më folë mu Zoti, po du më të vetë, apo do mu pagzu. Wow, po, kjo mu su ka njoftë, unë e thash, po, unë e kam kitë, adin në mënyrë këm dasht, po duhe. Po i thash, da ja boni, aja ma mbori mu, unë jam part of this church. Aja shkën rreth botës, me pagzu njëzë është pilgrim, që shme thonë, tashtë, aja gjithë kënë shkën, na për Iran, na për gjithë shkën. Po, shkon pilgrimagje. Po, misionare. Aja është from një church në Toronto, që thirët Catch the Fire. E shoki jam kë Ronnie që më ka thonë, fali Zotit, unë ja bëshë nuk po më folë, e këm vetën ata, po du mu pagzue, s'po di ku me bo. Aja ma ka bo është një kish që thirët Catch the Fire. E thash, okay, I'll look into it, po e këm harru këtë punë. Kur më ka folë nana e saj, ma ka bo, qështu ta qenë një email, kur ma ka pru emailën, e këm lëdzu emailën fund, at the bottom, Catch the Fire. Njëjtin kish që më ka tregu mu shoki janë. Ta shtet, unë e to i lidha adin si kejt po lidhën senët. E tani i këm thonë kësaj, e ka pregadit një ditë për mu me orë mu pagzu, po për veti, thmit i këm pagzu katolik, edhe ku dash mu pagzu me thmit mi edhe me gru tem, familjarisht mu kanë për njëtës fe. Edhe këm dash edhe ma shumë, mu kanë popli jam shqiptar, që po më pagzojnë mu. Amen, aleluja. Amen. Vërteta, se ma ke prek zemrën kur më ke thirë mua, se kom tha që si vepron Zoti, anjeri në Kanadë, e muj mu pagzua ku të donë, por zemra e tërhjekte populli vetë, sepse, si që folëm në fillim, anë gjaku i të parvet që lutet për ne, se kanë, si thot kisha, gjaku i martirve është thelbi i kishës, në fare e kishës. Unë kom këtu va të regoj njerëzve në studio, edhe jam lutë para se kom fillua, kom relikvat e martirve shqiptar, relics, u Albanian martyrs, të gjithë këta kanë vdek, të tha, rënoft Krishti mbret, rënoft Shqipëria etnike, rënoft kisha katolike. Të gjithë e kanë lënë jetën. Tash dua me prek diçka theti.
se ke fol një temë shumë interesant, si të kanë tha njerëzit, pse po të nollin ty këto e s'na nollin te, e ti e the një gjë shumë të fuqishme, ti the se unë jam të me kërku Zotin. Jezusi thot, trokitni e do t'ju hapet, kërkoni e do t'ju qeljet. Do me tha, si thot Peter Kreeft, një filozof që në pësimën Boston University, e a i thot, Zoti thot, e lën gjithmonë derën hapun për ne, pak e lën derën hapun, që ai që janë ty me kërkua e ka shumë lehtë me gjet. E ai që nuk ka ty me kërkua thot s'ka me gjet kur. A merr vesh? Do me tha, unë atë e menoj si unë me fëmijën e mi. A di si thonë në Amerikë hide and seek, kur fshehesh fëmijës. Unë muni fëmijës e me ju fshe që kur ai mos më gjet. Por çka bëj? Fshehem që ai me kja kurioz. Se ai kam kërkon, ai gjen gëzim. Se unë me i tha jom këtu, ai s'ka gëzim. Po më fshehem që ai më kërkua, e kur të më kërkoj, unë nuk fshehem që ai mos më gjet. Unë fshehem që ai më gjet, që ai kur të më takoj, atër më u gëzua. E kjo të ka noll ty vlla. Ti e ke kërkua, e ke gjet, e je gëzua, e ke gëzimin në zemrën tënde tash. Po. E kur ti marrën në Shqip se këm fol me ty, edhe këm thonë se adin se mu pagzu nuk është qash letë, adin edhe me fej katolike ka pun. E kur të shkova në Kosovë, këm thonë, po du mu bo në Dardani, se në Dardani jëm lindë. Po nëse së mbojnë Dardani, do të shkojnë Stubo, o do të shkojnë Letnik, e të bona pagzona aty. Po kur të shkova në Prishtinë, fola me Don Agimin aty, ja tregova testimonin tem, në fundit, smujti asaj më thonë jo, edhe, e po, nëse i këmu tregue, tash ti eksperienca jam edhe tu i tregu Don Agimit, edhe ai tu më i tregue sanat e tina, adin, është shumë emocional, adin e nin vetën, the Holy Spirit, you can feel it, non-stop, and kush s'mërët me ma ndru mu kitë men, për këtë sen, se qa kom pa une, ja jam une, i tent krejt, jam tu, kom lujt meq, se kom menu për para, kom thonë, jo, logiki jam e ka njës me thonë, okej, majt, me në pak, no, qa kom pa une, e qa kom ni, e qa e në qyshe një vetën, e presim kanë thmi tu i pas këto senën në për andra, kur kush s'mon më tregu mu për veti po mendoj që Zoti është, unë jam të lyp Zotin, po dhe Zoti është të më thirë mu shumë ma heret, për disa vjetë. E veç të ashtë të rrit vetën e të i kuptu logik vetën, adin të pështjel sanet vetë, sa po rrita, sa ma shumë vesh po marë sene. E prej se e kum prit Zotin, që kom pranue, jo që ta është i për që ju bona, po edhe ma heret, në kohën që ju më ka ndru shpirt babi, ma i gëzu shumë jam si njeri. Amen, amen. Vlla, ke fol diçka shumë fuqishëm, e kom nis programin me këta e pe lexoj, pe Mateut 15. Pe lexoj pi Krisht ka thati, se Zoti ka kërku ty. Na e kërkojmë Zotin, po në fundit është ai që na kërkon nese, ai na don. Biblia thot Zoti është dashni, e ai do më na dhon dashnin e tij, do më na birsua. Ty të ka vdek baba, po çka je tash? Të ka birsu Zoti. Tash është për ata lutesh tash, Ati im që je në qiell. A merr vesh? Që pe lexoj shpejt tash shumë interesant se u lidh. E kom nis programin me Lukën 15 e tash e prunë ti fjalë për fjalë. Këta është shpirti i shenjtë prap. Të gjithë targabljellësit, lëmkatarët i afroheshin Jezusit për ta dëgjuar. Farisejt e skribët në nukatshin, ky pranon mkatarët, thoshin. Le po ha me ta. Atëherë Jezusi ju tregoi këtë shembulltyr. Cili prej jush po i pati 100 delje, dhe nëse një prej tyre, i tret, nuk i le 99 tjerat, betëm në kullos, e nuk shkon pas të tretures deri sa të gjej. Kur e gjen, plot gëzim,
e vene krah, le posa arrin në shtëpi, i thret miqt e fqinte thot, gëzohuni me mua, se e gjeta deljen time që me humbi. Unë po ju thëm, në qiell do të ketë po kështu, ma shumë gëzim për një mkatar që pendohet, e kthehet se për të 99 të drejt që s'kan nevoj për mu kthye, për kthesën. Shikoj tash ka ke thati këtu. Ka kërku Zoti, që ka thot Jezusi? Jezusi o ky bari i mirë, thot, i len delje tjera, 99 në shabulltyrën, e thot shkon me gjet humbun, sepse e humbun në rrezik, ti vllai e ke rrezik shpirtnor, tan vdekje, tan terrën jetë, vit mas vitit, mu kastigu njeri me tha çka qëllimi jetës, kjo më ka nollë edhe mua, me tha pse me jetua, pse jam gjallë, çka ton, ti e ke në rrezik shpirtnor, e çka ka bën Jezusi? Ka arte ka gjet, e çka thot? E merr thot, e bjen, e shpeton, e i thirrshot shoqnin e vet, siç kanë ardhur murgeshat. E besoj ka kjallë motra Klaudia në Prishtinë, një motre dashtu në emja, që janë gëzuz bashkut me ty, e i ka prun Zoti edhe ata, e u ka tha të gëzojmë që të gjithë së bashkut, sepse ky bir është kthye, kthesa është, ke shkuneni, je keni rung, e ke pas e kjo nuk më çoku, e të ka prun kjo rung të Jezusi, i cili thot, unë jam ulla e vërteta dhe jeta, e askush nuk shkon të ati vetëm në përmes vetë. Vlla, dua me të falenderu për këtë program. Bigjithka, du me të falenderua se me njëherë je ban dëshmitar i Krishtit. Unë, kanali jem quhet Dëshmitarët e Krishtit, Zot. Çka me dëshmua? Me tregu çka Zoti ka ban për ne. Të falenderoj për këta. Edhe mbi gjithçka, të falenderoj se kem pa shumë bjeseda që ke shkua me u pagzua në dardani. Ja ty ku gjakujt parve ka lut që ti me u pagzua e mu bashkua e me gda gëzimin me popullin tanë. Se ti s'ke nevoj me dëshmu, s'ke pa nevoj me shku në dardani, ti ke tënat mirat e rahatin e vetën kanad. Po pse bo këta? Se dikush në lutë për ty. E do të lutemi edhe për shpirtin e babës tënd, e do të lutemi për familjen tënde, që tjeni drita e Krishtit, e tash, Zotit e thot tash, der tash, ke ec vetum, tash ec me mua, tash vlla, ti neb Zoti mundësit, në kish, me ushqyë me kugimin shajt, me korpin e gjakun e Krishtit, me ledzu Biblien si që ke ledzu alla pëllë ma shumë, me shkuan liturgji, me shkur fyme, ti neb Zoti sakramentet, që me të forcua tash si të krishterë, se nuk je vetëm, Zoti është me ty. Falenderoj shumë vlla. Faleminderit. Before we cut it off, I think it's Matthew or John. Blessed are those who believe and have not seen. Amen. Ate Gjoni, vlau tha si përfundim tha, që thot Jezusi, mas ringjallje Jezusi, Toma nuk beson, sa ringjall Jezusi. Jezusi thot, vene dorën tënde në plakt e mia, Toma ja prek plakt, atë na thot, unë jetën gjë e thot, zotria im e Zoti im, zotria im e hyj im, e Jezusi thot, o Tom, ti besove se ke pa, po t'ljumt ata që nuk kanë pa dhe besojnë, e ti e ljumë vlla e na bane edhe ne t'ljumt, qoftë levdua Jezu Krishti, amen. Besa bes na bashkon